Kjo është e papranueshme. Një angazhim, është një zotim. Po doni dhe një betim solemn në hyni dhe i gjithë deputetëve që lidhen me fshatin, që do të jenë krah për krah me ju dhe do ta tërheqin qeverinë për krau, që të vi pranë jush dhe të garantoj që asnjë kilogram prodhim i sakrificave dhe i djersës tuaj të mos mbetet pa dalë treg. 10 years later. Ja, që është luleshtrydhës. Prodhuesit e luleshtrydhes në Fier shprehen se shteti i ka lënë në mëshirë të fatit. Ja si përfundon fermeri. Produkt për prodhimet e tjera. Mira kuintal qep të pashitura në gjithë qarkun e Korçës, në veçanti në Zvirin. Në fshatrat e Roskovecit, prodhimi po kalbet në sera. Fermerët thonë se nuk ka treg. Tonelata të tëra vaj ulliri në banesat e fermerëve dhe në fabrikat e zonës, disa muaj pas përfundimit të aktivitetit sezonal, kanë mbetur pa ushitur në fshatrat e njësisë administrative Kurian në Roskovec për shkak të mungesës së tregut.